Janë 3 gabime që nuk duhet t'i bëni kur në vendin tuaj të punës. 1. Kujdes nga mbivlerësimi i kolegëve si miq. Është josh se të krijoni lidhje të ngushta me kolegët, por është thelbësore të mbani mend se ata janë kryesisht aty për të përmbushur rolet e tyre të punës. Kur lindin vendime të vështira, ata mund të kenë përparësi interesin vetjak mbi besnikërinë ndaj jush. Vizuale. Ilustrimi një personi që i zgjat dorën miqësore një kolegu, i cili largohet në një krizë. 2. Ruajini jetën tuaj personale. Ndërsa shoqëria në vendin e punës është e vlefshme, zbulimi i shumë informacioneve personale mund të rezultojë mbrapsht. Ndarja e detajeve intime ju lë të pambrojtur ndaj shfrytëzimit dhe thashëthemeve. Vizual. Personi që i përshpërit në vesh një kolegu, i cili duket i befasuar dhe i pakëndshëm. 3. Trajtoni mosmarrëveshjet me maturi. Kur përballeni me mosmarrëveshje mbi politikat ose vendimet e kompanisë, shmangni shprehjen e mospajtimit ndaj kolegëve. Opinionet e ndara në konfidencë mund të përdoren kundër jush. Është më e mençur t'i adresoni shqetësimet drejt për drejt me kanalet e duhura. Vizual. Diskutim në grup ku një person është dukshëm i izoluar për të folur, ndërsa të tjerët duken mosbesues.